Skuadra antidrogës së Tiranës ka zbuluar një bazë të shpërndarjes së lëndëve narkotike në kryeqytet. Policia sekuestroi 2 kg kanabis, ndërsa në prangë ranë dhe 2 studentë të vitit të dytë të Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit me akuzën e shpërndarjes së lëndëve narkotike. Burimet policore thanë se droga shpërndahej kryesisht tek studentët dhe tek përdoruesit e zonës së ish fushës së aviacionit. Ndodhemi në zonën që njihet si ish fusha e aviacionit, aty ku skuadra antidrogës ka zbuluar një bazë të shpërndarjes së lëndëve narkotike në kryeqytet. 2 studentë, Shkëlqen Selmani dhe Ernest Sopja, janë arrestuar pikërisht në banesën e tyre, e cila ndodhet në Kullën Pasmeje, ku policia ka sekuestruar edhe 2 kg drogë të tipit kanabis sativa. 2 studentët përdornin një qendër interneti, e cila ndodhet në këtë blok pallatesh, si bazë ku ata linin takimet apo kontaktet me personat të cilët më pas ushisnin lëndë narkotike. 2 studentët mësohet se nuk kanë pranuar të flasin me oficerët e policisë gjyqësore rreth origjinës së drogës dhe grupeve të shpërndarjes së lëndëve narkotike në kryeqytet, duke kërkuar të konsultohen më parë me një avokat. Burimet policore thanë se ka të dhëna që droga u është bler kultivuesve të kanabisit në zonat e thella të Krujës, ndërsa mos bashkëpunimi i 2 studentëve me hetuesit vetëm sa ka rënduar pozitën e tyre para ligjit.